Këtu është horoskopi e enjte 5 qershor 2025. Përshëndetje dhe faleminderit që jeni ketur në kanalin e horoskopi i Fationit. Dashi. Në dashuri, ndryshimet janë pozitive dhe takimet janë të këndshme. Mendoni pozitivisht për të ardhmen. Demi. Është një moment në të cilin vendosni dhe kjo nuk është çështje e vogël, kështu që nëse një njeri ju ka shgënjur ose duhet të bëni kërkesa në dashuri nuk do të humbni kohë. Binjaket. Ditë e rëndësishme për biznesin, për çështje praktike. Vitaliteti përmirësohet dhe ardhja e parave nuk përjashtohet. Gaforja. Merrni përsipër çdo lloj sfide sot. Si në dashuri ashtu edhe në punë kur nuk ka piçkim nuk argëtoheni, mos bëni orët e vogla, mbrëmjen në gjithçka. Vëmendje gjatë diskutimeve pasdite për të mbajtur nën kontroll. Luani. Merrni zënë dhe bëni përpjekjet tuaja drejt fushës praktike, ajo që mbillni tani do të realizohet në javët e ardhshme dhe kjo ditë tashmë mund t'ju drejtojë drejt rrugës së duhur. Virgjeresha. Kishte dyshime në dashuri, nëse po kërkoni një aventur pa komplikime, atëherë thjesht mos u ankoni nëse mendoni se sigurit mungojnë. Peshorja. Nëse ke një rol të rëndësishëm, duhet të bësh zgjedhje pune që kanë rëndësi, energjia është aty, idetë janë aty, je pak i lodhur, nervoz. Në dashuri dallime të vogla. Akrepi. Sot ju rikuperoni një qetësi dhe forcë fizike, mjedisi rreth jush nuk është i duhuri, ju dëshironi të ndryshoni, por tani për tani nuk mundeni. Shigjetari. Nëse keni nevojë të flisni me dikë për biznesin ose për t'u marrë me një situatë financiare, lëvizni sot. Ndiqni instinktin tuaj, ditë pozitive për takime, zgjidhje të ardhshme, aleanca të reja. Britsjapi. Është koha për të nxjerrë nga sirtari ambicjet e mëdha, projektet, idetë që keni hezituar gjithmonë t'i nxirrni. Për çifte e forta do ketë shumë kreativitet, biznes i vogël. Ujori. Stresi është një këshilltar i keq dhe do të jetë mirë të shmangni konfliktet e panevojshme, si në punë ashtu edhe në dashuri. Kur një situatë nuk është më e mirë, preferoni ta mbyllni atë dhe të mendoni për diçka tjetër. Peshqit. Takimet që nuk duhen në vlerësuar dhe ofertat e reja të punës që mund të materializohen brenda pak javësh. Dashuria është protagoniste, përgatituni për shërim. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi nesër.